Fati politik i Emiriana Sakos u shënjua fillimisht nga tërmeti shkatërrues i 26 nëntorit 2019, moment kur ajo mori drejtimin e bashkisë së Durrësit pas dështimeve të paraardhësës së saj në qëndrime dhe menaxhim krize. Sot, ironikisht, rrezikon të largohet sërish për shkak të fatkeqësive, këtë herë jo natyrore, por të prodhuara nga keqeverisja. Durrësi po përjeton një nga situatat më të rënda të shekullit të fundit, me përmbytje masive nga Porto Romano deri në çdo lagje të qytetit. Arsyetimi me rreshjet e dendura nuk mjafton më për të justifikuar dështimet e të preferuara së Ramës, e cila gjatë 7 viteve në krye të bashkisë është shoqëruar nga dyshime serioze për abuzime me tendera publik, të lidhura me krimin, oligarkin dhe interesa të shumta politike. Mbyllja e kanaleve kulluese historike, amortizimi i hidrovorit të vjetër dhe mos funksionimi real i atij të riut kanë sjellë pasoja dramatike, dëme të mëdha materiale dhe humbjen tragjike të një jete njerëzore. Përmbytjet e përsëritura gjatë vitit 2025, kulmuar në ditët e para të këtij viti, nxorën në pah jo vetëm llumin fizik, por edhe atë të pakënaqësisë qytetare. Dikur figurë kyçe elektorale, sot Sako shihet si simboli një modeli i pushtetit të konsumuar që po shembet nën peshën e dështimeve, ndërsa mbështetja politike nga lart duket gjithnjë e më e dobët. Durrësi, në çdo kuptim, nuk mban më ujë.